Marrëdhënia mes Fabiola e Lezaj dhe Adioni duket se ka marrë një kthes të papritur pas hyrjes në fermë të vëllait të saj, Fabiani. Me hyrjen e tij, situata u tensionua menjëherë. Fabiani kërkoi që të vendoseshin kufi dhe sugjeroi distancim, duke lënë të kuptohet se gjërat nuk po shkonin siç duhej jashtë kamerave. Gjatë spektaklit të së hënës, Fabiola dhe Adioni vendosën të flasin hapur për raportin e tyre. Adioni tregoi se kishte kaluar momente të vështira dhe stres, sidomos për shkak të reagimit të familjes së Fabiolës, dhe tha se kishte dashur të kërkonte falje. Nga ana tjetër, Fabiola u shpreh se situata e kishte prekur më shumë nga sa dukej. Ajo pranoi se ndjenjat nuk mund të kontrollohen lehtë dhe se lidhja me Adionin nuk ishte diçka që mund të fiket me një buton. Megjithatë, pas bisedave dhe presionit të situatës, të dy rënë dakord të mbajnë distancë dhe të fokusohen tek qetësia e tyre. Ndërkohë, një tjetër pikë që ngriti shumë dyshime ishte deklarata e Adionit për një lidhje jashtë. Ai e mohoi kategorikisht, duke thënë se kishte qenë ndar para hyrjes dhe se nuk kishte asnjë person jashtë. Pavarësisht kësaj, dilemat mbeten. A ishte kjo një histori që nuk duhej të fillonte? Apo thjesht një lidhje që u ndal në mes?